Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm nga Kalaja, një emision faktikisht i njëanshëm. E kam deklaruar që në kryetarës që ky është një emision i njëanshëm, në fakt flet subkonscienca, mision, po është e vërtetë, edhe me të ftuarit që kemi në studio, sigurisht që ditën e sotme do të trajtojmë një sër temash, por ju e keni ndjekur në rrjetet sociale se kë unë kam ftuar, faktikisht është vetëm gjysma panelit në studio, sepse gjysmën tjetër ka trafiku, po edhe parking, nuk ka parking, domethënë rreth e qark. Kështu që kjo është Tirana dhe pa diskutim që një nga çështjet kryesore është edhe katandisja e Bashkisë Tiranës, edhe çështja e Bashkisë Tiranës, aktorët dhe faktorët që e kanë katandisë Tiranën deri në këtë pikë. Përpara se të ju prezantoj të ftuarit e mi për natën e sotme, do doja të mbaja një qëndrim timin personal, sepse siç e keni ndjekur, unë jam paditur ditën e sotme nga kryetari i Bashkisë së Tiranës në detyrë, Erion Velia, jam paditur në gjykatë dhe faktikisht i kam bërë disa herë thirrje Erion Veliajt që në rast se do të bënte një nder në jetën e vet, të paktën një herë Shqipërisë, është që të fliste ato që di për Edi Ramën, por me sa po kuptoj, ai nuk ka ndërmend të bëlbëzojë këtë rast dhe fakti që po merret me mua si gazetar duke më paditur në momentin më të vështirë të jetës tij, besoj unë, sepse unë jam liri, ja ju po e shikoni, jam drejt për drejt në Fox News, ndërsa ai zotëria është në kokër të burgut. Gjithsesi, ky është një moment që do sqarohet shumë mirë në gjykatë. Një gjë po ju them, që unë nuk tërhiqem nga të gjithë ato që kam thënë, regjia në këto momente më ndihmon edhe me fletën e thirrjes që më ka bërë në gjykatë, është paditësi pra Erion Veliaj dhe jam unë si person që pas kam shpifur për zotin Veliaj, gjithsesi unë do t'i demantoj të gjitha akuzat njëra pas tjetrës në gjykatë, por jo vetëm kaq, ka ngritur pretendime të çuditshme për disa fjalë të cilat ne do t'i japim sqarimin e duhur në gjykatën e Tiranës me datën 6 nëntor. Nuk e di nëse regjia ka mundësi të na e kthejë me splitera, pra të transmetojmë dhe unë dhe kërkesa që ka bërë gjykata që unë t'jem atje. Ndërkohë do doja t'ju thoja se unë as nuk kam prishur shtëpinë e askujt, as nuk kam vjedhur taksat e askujt, as nuk kam vrarë njëri, si që është vrasja Ardit Gjoklajt, do më thënë një minoreni që u vran Lemfillin e Sharrës, nuk kam bërë tender, as skema 5D, as historira tilla, jam një qytetar i lirë i këtij vendi dhe pa diskutim ky moment është shumë interesant për me kuptu. Në fakt, historia ime me Erion Veliajn është shumë e gjatë, ka vite e vite, por nuk e di se si që qershia mbitur pikërisht tani, kur ai përballet me burgun, pra nga burgu. Falë të ndërpres si koleg, bëjmë pyetje. Për çfarë do të pretendojë që ti ke shpifur? Çfarë ke thot ti? Që të ka janë disa momente që pretendon ai, domethënë për shërbime seksuale, për si shërbime seksuale, shkujtim. Që janë ofruar domethënë ambasadave etj. Unë do të doja që ky gjyq të mos zhvillohet. Pse? Po se nëse fiton ti do ta ketë me vendim gjykate që ka bërë atë punë. Kupton nga formë ligjore pastaj. Kështu që unë jam në anën e Zotit, më zgjidheni miqësisht me një. Shiko, unë këtë doja të thoj Armir, në fakt unë nuk e zgjidh miqësisht, pra unë nuk bëj marrëveshje, siç është mësuar me bë marrëveshje me disa njerëz tjerë, unë do shkoj në gjykat, po i bëj thirrje nga kjo studio, duhet vish në gjykat me datë 6 nëntor. Në rast se nuk do vish në gjykat, turpi do të ndjek ty nga pas. Kështu që shkojmë aty edhe ti zgjidhim këto probleme që kemi, me që ti ke probleme me mua sepse unë kam dalë publikisht gjithmonë kundër. Dhe ti e di shumë mirë se ku është i gjithë problemi, por nuk mund ta bëj dot publike tani, do të jenë për gjykat. Falenderoj panelin që kam natën e sotme, Armir Shkurti, gazetar, faleminderit Armir që je me mua sot, avokatin Altin Goxhaj, mirëmbrëma, faleminderit avokat. Edhe si avokat jo këtë rast. Po ashtu dhe Erald Dagën, avokat, mirëmbrëma Erald, dhe zotin Redon Meksi, avokat, mirëmbrëma Redon. Tani me lejen tuaj unë do doja tani se unë nuk doja të isha në këtë pozitë, po me që është lajmi i fundit, domethënë dhe nuk është trajtuar në media dhe zgjodha ta trajtoj te emisioni im ku ka më mirë. Erion Veliaj pa ditë gazetarin në këtë rast, Aulon Kalaja në këto momente, Armir si duket në pamje të parë ky moment që ka zgjedhur domethënë dhe pa dia. Më pëlqen. Është interesant. Por mendoj që
Ashtu siç ti e fton zotin Velije tjetë në sallën e gjyqit, unë besoj që ai do tjetë në sallën e gjyqit. Bile pa pranga. Sepse siç është historia, se kam 3 avokat nderuar këtu, siç është historia e gjyqeve në Shqipëri që shkojnë nga 15 vjet, mendoj që ai do ketë bërë te burgun për cilin e kanë arrestuar, dhe kur të vijë radha për të gjykuar, ndoshta të dy do të jenë në pension. Edhe me këtë drejtësi që është. Qofse do ketë ndryruar gjë tjetër, mirë, po me këtë drejtësi besoj që nga mosha pensionit mund të jeni të dy para gjykatës. Për te humorit edhe shakas, unë mendoj që për zotin Veliaj nuk ka ngelur shqiptar pa folur. Shqiptar pa folur. Do më thënë edhe antarët partisë ti kanë thënë gjithë shka. Për mënyrën se si hyrin atë parti, për mënyrën se si bëri karrierë, për mënyrën se si u soll me Tiranën, dhe ajo që kanë, dhe deri tek vajtja para pas hekura, desha të them. Po. Në këtë situatë, nëse zoti Velia e shqetëson fakti që ju pas keni thënë për të që ka ofruar favore seksuale, favore apo shërbime seksuale? Kam thënë çun mami. Po mirë, çun mami nuk është shpirt, gjithë mami na ka bërë. Akoma s'na ka bërë prindi një, mami apo jo. Dhe nuk është se pres ndonjë gjë tjetër. Do të thonë, mua më pëlqen që hera herës Velia i bën këto lëvizje, sepse ne kthehemi tek ai muhabeti që edhe kohët e fundit diskutohet shumë shoqëri shqiptare të çuni mirë. Erion Velia i ka hyrë në Bashkinë e Tiranës dhe në politikë si çuni mirë. Fillim fare të gjithë thonë çuni mirë, një çun që është qytetar, një djalë që unë me Altini kemi vënë emrin Lali, sepse kishte këtë Lali, kapte njerëzit për qafe, i dashur, dhe nga çuni mirë doli ky që është. Dhe njerëzit tani që është më tan hekur thonë çuni mirë. Lali pas ka hallin të çoj për shpifje një gazetar me cilin mund ta kishte zgjidhur në forma të tjera, domethënë mundet fare normalisht të kishte kontaktuar përmes dikujt, thoshte vllap, gërën qaf. Këto që ke thënë janë gabim. Ose ti le thuj diku, ose fakti që zgjedh, domethënë një person i cili në fund fare ka probleme drejtësi dhe e kupton shumë mirë se ç'do thotë probleme me drejtësinë. Më saktë ka pas ditur se ç'do thotë probleme me drejtësinë, unë kam nxjerr tek emisionet e gjatat. Kur thoshte se po e krujton me shtetin, do shkojnë në për gjykata, do qajnë, kanë qenë burra më të mirë se këta dhe kanë qarë në për gjykata. Dhe një person që ka kalu ma tanë, krahun e këtyre që qajnë në për gjykata, vazhdon, do të bëj njerëz të tjerë, jo se do të bëj gjë ty, po fakti që do të çoj në gjykat, duket që nuk e ka mësuar mësimin. Kjo është ideja. Gjithsesi, unë them që do shohim shumë gallat me këtë histori, dhe ndoshta do të shërbej si edhe një modus që moment që do përpiqen njerëzit që ai të harrohet, do dalë emri i tij skem përmes së historisë me ty, seancat me ty. Falenderoj Altin, të njëjtën pyetje, në fakt kam për të gjithë panelin. Këtë moment si e shikon të kësaj padije? Unë kam qenë në të njëjtën pozitë që ti në vitin 2009, 2010 me Erion Veli në gjykatën penale, me Arbian Masnikun, Endri Fugën edhe Arbër Velien. Të 4 gjyqet ata i humbën, dhe një nga shkaqet e gjyqeve në aspektin formal, po themi, si ishte njëta akuzë, të copy-paste është ajo gjë, ka të bëjë edhe me pikërisht shërbime seksuale për kacet, për cilat pretendon Erion Velia, por që i ka humbur këtë gjyqe, kupton, po ta kapësh. Çështja qëndron që Erion Velia në krizën që ndodhet, në pozitat që ndodhet, ka shumë halle, ka dhe shumë këshilltar brenda familjes tij, në aspektin ligjor gjithmonë, të cilët si thosh nuk dinë se çfarë të bëjnë, gjejnë si thosh shtigje, gjejnë vrima, por se kupton që janë në një labirint, në një vrim të cilën nuk mund të dalin ande ka kanë hyrë. Në atë vrim ato do dalin nga një vrim tjetër, që dalin për jashtë dhe u ka ngecur pozicioni i trupit që s'dinë se si të lëvizin dhe si të ngatarrohen në këtë labirint që u ka ndërtuar Rama dhe jo ne. Ne vetëm gjë që kemi bërë është që para se të futej brenda në këtë vrim, ndërtuam bashkarisht me ty, me Armirin, me Wilson Kulemanin në vitin 2024 disa podcaste parapritëse të përcaktimit të koordinatave të vrimës. Kemi bërë rreth
14 podcaste, është një cikël, një seri që gjendet në faqen e Shpresonit. Më kujtohet edhe një libër me emrin Vrima. Po se kemi bërë ne. Kam vetëm me Vrima, jo Vrima. Kjo është një vrim. Dhe ne ja përcaktuam me koordinata që ti do bish te kjo vrima dhe Rama do të hedhej te kjo vrima. Dhe ja treguam këtë gjë pasi unë kisha bërë që në 5 janar të 2024-s denoncimi publik që tashmë vjen koha e vrimës së Erion Velis. Në momentin që Erioni kërkoi të hapte një vrim Edi Ramës, Edi Rama tha, "Ok, kjo vrim që u hap për mua do jetë për Erion Velin." Tani, ç'mund të mendojë njëri brenda një vrime Biruca? Ç'mund të mendojë njëri që detyrohet pi raki, siç e kanë denoncuar gazetarët, në një vrim Biruca? Ç'mund të mendojë një njeri i cili shpresonte që do ta nxirrte nga vrima Alex Orosi, i cili e braktisën në vrimën ku ka rënë, ose më saktë që e kanë hedhur. E gjitha kjo histori është historia e një vrime në kokën e Erion Velis, e cila prodhon edhe këtë padi idiote, që unë do të falenderoj Erion Velin, avokat Erion Velis, do më japin mua një mundësi shumë mirë bashkë besoj edhe me Eraldin, që të jemi krah tënd për të trajtuar një histori që ka ngelur pa trajtuar. E them me sinqeritet të që në vitin 2002, kur Erion Velia bëri këtë ofrim shërbimesh në prezantimin e shumë denoncime që u bë që ai kur nuk e kundërshtoi në nivel ligjor, në kohën që kishte mundësi ta bënte, ke autorët përkatës që e kanë nxjerrë publikisht këtë gjë dhe që njeriu që e ka promovuar publikisht në Shqipëri ka qenë Mero Bazja në vitin 2006, i cili ka nxjerrë të dhëna konkrete mbi këtë gjë dhe që sot është në krah të Erion Velis. Është mirë që publikisht të sqarohet dhe unë besoj që Erion Velia i ka bërë një shërbim pa dashje në budallokun e vrimës ku ndodhet publikut për treguar se si funksionojnë skemat e Sorosit në Shqipëri. Dhe unë jam i sigurt që ky gjyq do të jetë një spektakël i jashtëzakonshëm mediatik për faktin se temat që do trajtohen janë vërtet ato që kënaqin edhe njerëzit e interesuar në politikë, edhe njerëzit që kanë qef merr me thashë theme. Në kuptim, këto emision përputhen etj etj. Pasi vetë shërbimet seksuale për cilat bëhet fjalë, personazhet përkatëse, janë personazhe publik të rëndësishëm dhe i kanë dhe në parlament. Okej, Erald, njëjtën pyetje. Pastaj do kaloj te Redon Mex. Ne folëm shkurtimisht pak bashkë, por unë them që mbas është momenti që marrë shkas edhe nga gjykata kushtetuese që i dha drejtën me shku në gjykatë, mas e Erion Velisi duhen shumë gjyqje, kapi shumë gjyqje që dalë sa më shumë jashtë se nuk po duron dot atë vrimën që po thonin. Shkuptim medalje. Tim që të shkoj nëpër gjykata, sta një gjykatë në gjykatën tjetër. Aha, jo, mendova në kuptimin e dalë jashtë, thash. E ka si mënyrë ajri. Kurse dal për aerosi. Nuk e di Ailin, Erion Velin të aerosit atje apo jo. Në fakt ka qenë i shqetësuar edhe zoti Berisha për këtë pjesë. Nga ana tjetër unë Aulon, po mendoja ndër të tjera që më duket habi për shkak të luftës që ti ke hapur për të hapur kutit në gjykatë, tani në gjykatë kushtetuese, që ty të vjen sulmi nga Erion Velia pikërisht nga ai që mbrojt nga Sali Berisha. Pra, mund ta mendosh që mund të jetë edhe nga vetë Partia Demokratike duke përdor Erion Veliaj. Kështu që sa i përket a ka bazë, s'ka bazë, a pastaj është shumë qesharake, do ta shikosh që duke qenë që është edhe në gjykatë penale, ka ai të drejtën për të provuar gjithçka. Pra në penale. Po, në gjykatë penale është ai që do bëj rolin e prokurorit, pra është ai që ka barrën e provës për të provuar thënjet që pretendon që i ke thënë ti. Po. Kështu që unë nuk besoj që ka një bazë, por është thjesht një show momental dhe shikoje që baza është edhe një sulm frontal ndaj teje nga të gjithë palët Aulon në këtë moment. Redon një sentencë parë kur u njohë me një fet tjetër. Di që se do të dia kur është ngritur akuza, kur ka dërguar ai në gjykatë, mund të dërguar kohën për parë në gjykatë, më para. Sepse gjykatat tona kanë ca afate të frikshme kur janë për çështje të tilla. Unë sot merr një, po e them, në dy fjalë një fadi nga Vodafone 2011-s. Që depozituar në 2021 në gjykatë merr edhe sot. Ka dhe vjetë brapa. Dish që s'ka ardhur nga plusi. Pra, ja çuditshëm. E dyta, unë shoh edhe një formë tjetër, ai do të tregoj dhe që shikoj se unë jam i pafajshëm këtë gjërat që kam, saqë unë merr edhe me gazetarë për të provuar pasardhëtinë time. Pra dalë jashtë, them që shikoj se këto unë do të kaloj, kjo është gjykatimtar, unë do jem prapë jashtë, shikoj merr edhe këto gjëra të vogla, jo kaq të mëdha, sepse unë do jem i lirë së shpejti. Ose ka qenë një mbushje mendje vetes mbase.
sepse mua nuk shpëton dot në asnjë lloj forme, nuk ka asnjë lloj ekuacioni që nxjerrët jashtë. Okej, atëherë me që jemi këtu, do doja ta te kalonim këtë moment, se në fakt për mua është totalisht e parëndësishme, po me që e kisha si lajm fundit thash ta trajtoj edhe te emisioni, mendoj që është realisht e parëndësishme, një padi ndaj gazetarit nuk ka rëndësi, qofsha unë Nuk bëj një ndërhyrje për fjalën padi ndaj gazetarit si koncept. Po. Çfarë do të një padi ndaj gazetarit? Jo se du ta te kaloj Altin. Jo vetëm kaq, jo vetëm kaq. shkurt. Kemi një rezolut Bashkimit Evropian, Parlamentit Evropian, pikërisht për paditën e gazetarëve si një mjet për të shtruar presion ndaj tyre dhe për të shtypur lirin e shpresë. Vetëm çudia është që në këtë lloj temash, në këtë lloj personazhesh, në këtë lloj padish, gazetarët që goditen gjithmonë, çuditërisht janë gjithmonë persona si puna jote Aulon, të cilët kanë një qëndrim të tyre dhe nuk janë pjesë e një gjëje të madhe. Domethënë janë vetvetja. Nuk janë gazetari X, Y-it, janë gazetarë të lirë. Dhe kjo tregon pikërisht që sistemi është i kapur, funksionon me marrëveshje, kurse gazetarët e lirë janë ata që thyen sistemin. Dakor, atëherë do e ftoj zotnin i cili ndoshta na ndjek nga burgu tani, me që e ka pa dhe promon.